Shërbimi zjarfikësës në qytetin e Përmetit ka ndërmarrë masa shtesë për të përballuar situatat emergjente që mund të shfaqen gjatë sezonit të verës. Shefi i këtij shërbimi, Ferdinand Lipe, bën të ditur se është hartuar një plan bashkëpunimi me instancat e tjera lokale dhe kombëtare për të garantuar një reagim sa më të shpejtë dhe efikas në raste zjarresh apo emergjencash të tjera. Kemi përgatitur plan bashkëveprimi me të gjitha ndërmarrjet institucione, domethënë, me zonat e mbrojtura, me njësitë administrative të bashkisë, me pyjoren, ujësjellsin, policinë e shtetit. Kemi përgatitur plane masash të miratuara nga kryetari i bashkisë për rritjen e gatishmërisë dhe nga data 1 korrik të paktën do të fillojmë që të mbajmë efektiv shtesë në repart. Kemi bërë shërbime të mjeteve, presim na vite një makinë tjetër. Skuadrat e shpëtimit në fshatra i kemi ngritur të tëra. Kemi besim që mund të përballohet. Lipe ka një apel të drejtë për qytetarët dhe vizitorët. Apeli tim është që të gjithë duhet të tregojnë një kujdes të shtuar për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimi. Ne kemi marrë masa për sensibilizimin e situatës, ne takime kemi bërë në çdo me kryeplejtë e fshatrave, në çdo njësi administrative dhe janë porositur, megjithatë gjithmonë vlen për t'i porositur. Gjatë 6 muajve të parë të vitit, shërbimi zjarfikës i Përmetit ka ndërhyrë në rreth 30 raste emergjente, prej të cilave 13 kanë pasur dëme të konsiderueshme materiale. Ndërhyrje të rëndësishme janë regjistruar edhe në operacionet e kërkim shpëtimit të turistëve të bllokuar në terrene të vështira.